Një tjetër punëtor ka humbur jetën në një kantier ndërtimi në zonën e Palasës të Shtunën. Si pasojë e një manovre të gabuar nga skrepisti, punëtori ka ndrurje në vend. Ky nuk është aksident i parë me pasojë humbjen e jetës në punë brenda kantiereve të ndërtimit, por është i disajti. Megjithatë, nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Punës janë bërë disa kontrolle, por që nuk kanë rezultuar kontrolle të cilat të marrin masë konkrete. Sipas informacioneve nga Inspektorati Shtetëror i Punës, nuk ka punonjës mjaftueshëm në këtë institucion për të kontrolluar të gjithë kantierët e ndërtimit në qarkun e Vlorës. E megjithatë, punëtorët ankohen jashtë kamrave se kushtet në të cilët ata punojnë janë jashtë kushteve tekniko të sigurisë së jetës. Një tjetër jetë e humbur në kantier ndërtimi, Inspektorati i Punës vijon heshtjen. Një tjetër incident me pasojë humbjen e jetës është regjistruar pas ditën e të Shtunës në një kantier ndërtimi në Palas. Një ngjarje tragjike që i shtohet listës gjithmonë edhe më shqetësuese të aksidenteve fatale në punë, ndërsa Inspektorati i Punës vijon të mbetet pasiv. Nuk është hera e parë që një punëtor humb jetën në një kantier ndërtimi, dhe as hera e parë që Inspektorati justifikohet me pretendimin se nuk ka grupe pune. Ndërkohë në Vlorë, Palas, Borsh, në Gurore apo në projekte publike dhe private, punëtorët vijojnë të punojnë në kushte të rrezikshme, pa masa mbrojtëse, pa siguri teknike dhe pa respektimin e standardeve minimale që garantojnë jetën. Asnjëherë nuk është raportuar që Inspektorati i Punës të pezullojë preventizh një kantier ndërtimi për shkelje flagrante të rregullave të sigurisë. Sagimi vjen vetëm pasi ndodh tragjedia dhe atëherë masat janë simbolike. Një rast domethënë në SSHI Gurores në bashkinë Selenis, ku humbi jetën një punëtor, aktiviteti u pezullua vetëm për 2 javë, ndërsa subjekti ndryshoi emrin dhe niptin, duke filluar sërish punën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Ligji u anashkalua ndërsa jeta njerëzore u harrua. Sa herë që mediat kërkojnë sqarime, Inspektorati i Punës përgjigjet se duhet leje nga lart për të folur. Në fakt arsyeja është më e thjeshtë, nuk ka se çfarë të justifikohet. Kantierët e ndërtimit janë lënë në mëshirë të fatit dhe kushtet e punës po bëjnë rrezik të përditshme për jetën. Vdekje janë shënuar në kantiere ndërtimi, në Gurore, në firma ndërtimi dhe në projekte publike. Lista është e gjatë dhe në rritje. Problemi nuk është mungesa e ligjeve, por mungesa e vullnetit për të zbatuar ato. Përsa ko përgjegjësia mbetet formale dhe ndëshkimi i fars, kantierët do të vijojnë të prodhojnë viktima, ndërsa Inspektorati i Punës do të vijojë të zgjohet vetëm pasi ndodh tragjedia.